Përshëndetje, ku jemi këtu me një ndikim tjetër astrologjik ku do thot mbi Mërkurin zhvendoset në Virgjëresh. Më datën 25 ka të bëjë shumë kjo temë sepse Mërkuri është planeti i komunikimit. Mërkuri është ndikimi dhe favorizimi mbi atë çka neve kërkojmë, çka neve adhurojmë dhe dëshirojmë. Fillon një periudhë mendimi, kthjellimi, vendimeve praktike dhe rregullimi i gjithçkaje që mund të kemi. Duke pasur parasysh që nuk funksionon më siç ishim përpara. Të dashur miq, në datën 25, kur Mërkuri zhvendoset në Virgjëresh, dhe ndryshon dukshëm mënyrën si mendojmë, komunikojmë, organizojmë dhe detyrimet që marrim nga vendimet. Por, me qenë se kemi një vendim shumë të rëndësishëm dhe jemi të detyruar që të nisim diçka, e atëherë është dhe momenti jonë më i artë, do ta thosha kështu, për sa i përket asaj çka është, asaj çka duhet dhe vendimin që neve marrim. Por për sa i përket mënyrës, mundësisë që neve kemi, është koha për të parë se çfarë neve kërkojmë më tepër dhe çfarë neve duam të arrijmë me punën tonë dhe me ndryshimet e mëdha që vinë tani e tutje. Mërkuri që zhvendoset në Virgjëresh në shtëpinë e vet, ashtu siç është ndikimi, sepse duke pasur parasysh një guvernator që kanë Mërkurin siç është Virgjëresha, por dhe binjakët. Ndikimi në Virgjëresh ndryshon dukshëm për shumë gjëra. Pas një periudhe ku fjalët mund të kenë qenë më të forta, më emocionale dhe më të lidhura me dëshirën për të dëgjuar. Tani vëmendja kalon në fakte, hollësitë dhe rezultate praktike. Nuk na mjafton më një ide që tingëllon bukur. Duam të ndijmë nëse mund të realizohet, sa kohë kërkon, cilat janë kushtet dhe çfarë duhet korrigjuar që të funksionojë. Mërkuri është guvernatori i Virgjëreshës dhe në këtë shenjë shpreh shumë fuqishëm aftësinë për analizë, organizim, vëzhgim dhe zgjidh problemet. Mendja bëhet më e kujdesshme dhe më e përqendruar tek ajo që është e dobishme. Mund të dallojmë më lehtë një gabim, një mungesë, një dokument që duhet rregulluar ose një mënyrë pune që humbet kohë dhe energji. Kjo është një periudhë e mirë për të vendosur rregulla në jetën e përditshme, për të përfunduar disa detyra që janë grumbulluar më përpara dhe kërkojnë ndryshime, ndikime dhe përfundime, për të organizuar dhe plane, ndikime të mira për dokumenta, për blerje, ose do të nisim diçka në lidhje me një çështje që mund të quhet real estate, mund të quhet diçka shit blerje, ose një biznes të ri, është një kohë shumë e përshtatshme. Kur kemi diellin, planetet ose siç është komunikimi baza e Mërkuri në këtë shenjë toke, atëherë na jepet mundësia që të nisim gjëra të reja. Por jo vetëm kaq, por edhe për ata që janë të kushtëzuar disi, janë kërkim për një pasardhës dhe nuk e kanë realizuar akoma, është ky moment, pikërisht ky moment që është më i miri dhe më stabilizuesi i gjërave të mëdha që ndikojnë, diktojnë në këtë aspekt. Mund të ndjejmë nevojën të pastrojmë jo vetëm hapësirën ku jetojmë dhe punojmë, por edhe mendjen tonë. Të largojmë informacionet e tepërta, të kufizojmë bisedat që nuk çojnë askënd dhe as në një vend. Dhe të përqendrohemi tek ajo që kërkon vërtet vëmendjen tonë. Mërkuri në Virgjëresh na kujton se një problem i madh shpesh zgjidhet kur ndahet në hapa të vegjël. Në vend që të shqetësohemi për të gjithë rrugën, duhet të shohim se cili është hapi i parë, çfarë mund të bëjmë sot dhe çfarë duhet të organizojmë për më vonë. Megjithatë, kjo energji ka edhe anën e saj më të vështirë. Mund të bëhemi shumë kritik, të kërkojmë përsosmëri dhe të përqendrohemi vazhdimisht tek gabimi. Mund të analizojmë një bisedë, një mesazh ose një vendim aq shumë sa të humbasim qartësinë dhe mos veprojmë fare. Mund të mendojmë se duhet të dijmë çdo hollësi përpara se të marrim një vendim, por jo çdo situatë na jep siguri absolute. Donjëherë duhet të kemi informacion të mjaftueshëm, jo të përsosur dhe të vazhdojmë me kujdes. Në komunikim mund të bëhemi më të drejtë për së drejti dhe më praktik. Duam përgjigje të qarta dhe nuk kemi shumë durim për fjalët të përgjithshme ose premtime pa plan. Kjo mund të ndihmojë shumë
në punë dhe në marrëveshje. Por në marrëdhënie personale duhet të kemi kujdes që mënyra jonë e të folurit të mos bëhet shumë e ftohtë ose kritike, sepse prishim shumë ekuilibra në atë kohë që kemi ngritur. Një person mund të ketë nevojë të dëgjojë jo vetëm se çfarë duhet të korrigjojë, por edhe se çfarë bën mirë. Nëse përqendrohemi vetëm te gabimet, tjetri mund të ndjejë se nuk vlerësohet. Dhe kur qëllimi ynë është të ndihmojnë. Dhe kjo lidhet shumë me anën dhe pozicionimin planetar që nga ndonjëherë na jep zemër, na jep shpresë, na jep mundësinë edhe periudhën për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimit, për sa i përket gjërave të mëdha. Por vallë, sa jemi gati ne të përgjigjemi për kërkesat që neve kemi? Momenti dhe qëllimi kryesor është përputhja, është mundësia, është ndryshimi, dhe ndryshimi më i madh që vjen tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për gjërat dhe realitetin. Por ajo që do të kemi mundësinë, do të kemi kujdes, mënyra jone të folurit. Mos bëhemi shumë të ftohtë. Një person që mund të ketë nevojë të dëgjojë jo vetëm se çfarë duhet të korrigjojë, por edhe çfarë bën mirë. Nëse përqendrohemi vetëm te gabimi, tjetri mund të ndjejë se nuk vlerësohet dhe kur qëllimi ynë është të ndihmojë. Në punë Mërkuri në Virgjëresh favorizon organizimin, analizën, administrimin, dokumentat, të dhënat, komunikimin profesional, që çdo aktivitet që kërkon përqendrim dhe saktësi. Mund të kuptojmë se një sistem duhet të ndryshojë, se përgjegjësitë nuk janë ndarë drejt, ose se një mënyrë pune është bërë e vjetër dhe jo efikase. Është periudhë e mirë për të përditësuar dokumentat, për të kontrolluar kontratat, për të organizuar kalendarin dhe për të krijuar rregulla më të qarta në një bashkëpunim. Por duhet të shmangim dëshirën për të kontrolluar çdo hollësi të punës së tjerëve. Organizimi është i dobishëm, por mikromenaxhimi krijon lodhje dhe tension. Duhet të përcaktojmë qartë rezultatin dhe të lejojmë secilin të marrë përgjegjësitë e tij. Në financa, kjo periudhë na ndihmon të shohim më realisht të ardhurat dhe shpenzimet. Mund të kontrollojmë pagesat, abonimet, detyrimet dhe shpenzimet e vogla që përsëriten dhe krijojnë humbje më të madhe nga sa mendojmë. Mund të bëjmë një plan më praktik për të kursyer, për të mbyllur një detyrim ose për të përdorur më mirë një aftësi që mund të sjellë të ardhura. Në dashuri, Mërkuri në Virgjëresh na bën të kërkojmë më shumë qartësi dhe vazhdimsi. Nuk na mjafton që një person të thotë se interesohet. Duam të shohim nëse mban fjalën, nëse është i pranishëm dhe nëse merr pjesë në jetën e përditshme. Mund të bëhen biseda për punën, financat, shëndetin, përgjegjësi dhe mënyrën se si organizohet jeta e përbashkët. Këto tema mund të mos duken romantike, por janë shumë të rëndësishme për të kuptuar nëse një marrëdhënie mund të funksionojë në kohë. Nëse njëri partner mban vazhdimisht gjithë përgjegjësinë praktike, mund të fillojë të shprehë pakënaqësinë. Nëse tjetri ndihet vazhdimisht i kritikuar, mund të mbyllet dhe të shmang komunikimin, prandaj duhet të flasim për problemin pa sulmuar karakterin e personit. Për ata që janë vetëm, një njohje mund të vijë përmes punës në një aktiviteti të përgjithshëm, një kursi, një shërbimi ose një vendi ku shikojmë dhe shkojmë rregullisht dhe dim ku jemi, çfarë bëjmë. Personi mund të jetë i rezervuar, praktik dhe jo shumë që tregues i atyre gjërave që kërkon, por është pak a shumë sekret. Dhe kjo nuk duhet që neve të na pushtoj për brenda dhe themi çfarë po ndodh, ose të kemi frikë, mund të themi në diçka dhe një kohë që ai më përmban sekretet. Ashtu siç mban sekrete dhe fjalën që ti po thua është sekret dhe e mban sekretin. Frikë duhet kesh për ata që të hapin zemrën dhe në anën tjetër të marrin shpirtin. Me firmë, me vull, jorgopulla. Kini kujdes. Në shëndet mendja drejtohet më shumë tek rutina, ushqimi, gjumi, mënyra rrugës që organizojmë ditën. Mund të kuptojmë se disa shqetësime përkeqësohen nga stresi i akumuluar, por stresi ka të bëjë shumë edhe me disa gjëra që nuk janë realizuar siç duhet, mundohemi shumë, kërkojmë disa rregulla por të paqëndrueshme, por këto do të thotë
mundësi, sepse prioriteti është të realizojmë, të rregullojmë gjërat tona ashtu siç neve duam dhe t'i arrijmë. Për sa i përket mbi ndikimin me Mërkurin në Virgjires, mesazhi kryesor i Mërkurit në Virgjires është se qartësia nuk vjen vetëm duke menduar më shumë. Vjen kur ndajmë faktin nga frika, problemin nga supozimi dhe zgjidhjen nga kritika. Nuk duhet të rregullojmë gjithçka brenda një dite. Duhet të zgjedhim atë që është më rëndësishme dhe ta përfundojmë me kujdes. Kur mendja ka rend dhe vendimet bëhen më të qarta. Kjo ishte një hyrje për sa i përket gjërave që neve sapo tham, por tani para se të fillojmë me parashikimet e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë kemi pikërisht faqen roz, shkon atje, ku atje ndodhet sekretaria. Dhe më pas, duke klikuar, duke parë me kujdes, me vëmendje, dhe atë që juve ju intereson, atëherë ka të bëjnë me çështjet dhe gjërat e tjera që do të kemi tani tutje. Por për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti, dhe në fakt juve do të merrni një paketë, po nuk e merrni dot për një arsye, dhe doni diçka tjetër, shkojnë tek sekretaria atje, dhe atje pikërisht mund të flisni atje me sekretarin, mund të dërgoni email dhe më pas flasni bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Do flasim për sa i përket 12 zodiakale, do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e mundësive, të ndryshimeve dhe të gjërave që ndikojnë në çështjet madhore dhe të gjërave të tjera që mund të kemi. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e vazhdimësisë, që do thotë dashi. Për ju të shenjës së dashit duket se puna dhe përditshmëria kërkojnë komunikim më të organizuar. Për dashin, Mërkuri në Virgjires aktivizon punën, rutinën, shëndetin, detyrimin dhe marrëdhëniet me kolegët. Mendja juaj përqendrohet tek ajo që duhet të përfundohet dhe mënyrën se si gjërat vijnë në lidhje me çështjet madhore, në lidhje me ndryshimet dhe jo vetëm. Në punë mund të ketë më shumë mesazhe, udhëzime, dokumente dhe detyra që kërkojnë saktësi. Shpejtësia juaj është e dobishme, por tani duhet të kontrolloni edhe hullësitë. Një gabim i vogël mund të krijojë punë të dyfisht më vonë. Keni kujdes. Mund të kuptoni se një mënyrë pune nuk është më efikase ose me një koleg nuk ka kuptuar saktësisht rolin e tij. Në vend që të zemëroheni, shpjegoheni qartë që duhet bërë dhe siguroni që përgjegjësitë janë ndarë drejt. 10 ditë që parë, për juve të 10 ditë që parë, ndryshimi i ritmit punës mund të bëhet menjëherë i dukshëm. Mund të merrni udhëzime të reja, detyra shtesë ose informacione që kërkojnë të riorganizoni gjithë programin. Mos filloni shumë gjëra njëkohësisht. Vendosni përparësi dhe përfundoni ato që është urgjente përpara se të kaloni tek tjetra. Nëse një person ju jep udhëzime të paqartë, kërkoni sqarim dhe mos supozoni se e keni kuptuar, sepse kjo lidhet shumë me të ardhmen. Një marrëdhënie me kolegët që mund të irritoheni nga dalësia ose nga kujdesi i tepërt i dikujt, por një kontroll shtesë mund të parandalojë një problem të madh. 10 ditë që i dytë, për juve çështja kryesore është mënyra se si ndani përgjegjësitë. Mund të kuptoni se njerëzit ju japin vazhdimisht detyra shtesë, sepse e dini se zakonisht nuk refuzoni kur duhet arrini një rezultat. Tani duhet të flisni më qartë për kohën, pagesën dhe kufijt. Mos prisni derisa lodhja të kthehet në konflikt. Një drejtues mund t'ju kërkojë më shumë hollësi ose raportim. Përgatituni dhe mos i merrni si mungesë besimi. Tregoni rezultate me fakte dhe jo vetëm me bindje se keni punuar shumë. Në shëndet, kushtojini vëmendje stresit dhe mënyrës se si tensioni ndikon tek juve. 10 ditë që i tretë,
Për ju mërkuri në virgjëresh mund të sjellë një rishikim të plotë të metodës punës. Mund të kuptoni se duhet të përdorni një sistem teknologjie ose program tjetër. Një detyrë e vjetër mund të rikthehet për të korrigjuar, mos shihni si humbje kohe. Mund të jetë mundësi për të mbyllur një problem që vazhdimisht krijon vështirësi dhe çështje të mëdha. Për sa i përket periudhës së shenjës së dashit, duket se me mos reagoni ndaj ngarkesës duke pasur parasysh ndikime të mëdha dhe shpresa. Organizoni detyra që kërkojnë udhëzime të qarta dhe mos pranoni përgjegjësi pa kufi. Efikasiteti vjen nga sistemi, jo vetëm nga energjia. Dashuria për juve të shenjës së dashit duket se ka të bëjë me akrep të dhjetëçit parë, me luan të dhjetëçit tretë dhe me binjak të dhjetëçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese për gjërat që kërkojnë zgjidhje, që kjo do të thotë shenja e demit. Dashuria dhe krijimtaria kërkojnë fjalë të qarta dhe hapa konkret. Për demin, mërkuri në virgjëresh aktivizon dashurinë, romantizmin, krijimtarinë, fëmijët dhe mënyrën se si shprehim gëzimin dhe talentin. Mund të ndihemi më të gatshëm të flasim për ndjenja, por jo për deklarata të mëdha. Dëshironi të kuptoni nëse një histori ka bazë dhe nëse personi tjetër mendon seriozisht. Një krijimtari mund të punoni mjaft mirë sepse jeni të disiplinuar për atë çka do të bëni dhe të arrini majat sepse keni profesionin. Është baza juaj për gjëra që doni, është mundësia që juve keni dhe koha për ndryshimet dhe ndikimet të mëdha. Por megjithatë, ka diçka shumë pozitive, më tepër akoma se sa gjërat vinë, sepse kërkohet vëmendje, kërkohet kohë dhe keni përgjegjësi për atë çka bëni. 10 ditë që i parë. Për juve të kësaj shenje mund të filloni një komunikim shumë të qartë dhe të jeni më të hapur për gjëra që doni të bëni, sepse çdo gjë ndodh në anën tuaj, çdo gjë ndodh në respektin tuaj. Ju e keni mundësinë, keni kohën dhe vendimin. Jo vetëm kaq, por është dhe mundësia dhe momenti i duhur për gjëra të rëndësishme. Megjithatë, ka diçka shumë të madhe mbi karrierën dhe vendimin, por gjithsesi është koha, momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Mos lini vend për çështjet që juve keni ose gjëra që juve do të doni të arrini në lidhje me ndryshimin, në lidhje me kohën dhe me favorizimet. Megjithatë, ka të bëjnë ndryshime dhe favorizimi më i madh që do të kemi. Por, timësia është ajo që na bën që të ndjehemi korrekt me punën, korrekt me ndryshimin. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një çështje, me një provim, me një diskutim shumë të madh, sepse diçka i dytë është shumë i favorizuar me takime pune, me takime dhe bisedime shumë të rëndësishme ku vijnë drejt anës financiare, drejt komunikimit dhe bashkëbisedimit që mund të keni. Por gjithashtu është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë solide për vazhdimsi. Për sa i përket 10 ditëve të tretë, është një histori shumë perfekte në lidhje me punën dhe ekonominë dhe një person nga e kaluara mund të kërkojë një bisedë. Mos dëgjoni vetëm fjalë, shikoni çfarë ka ndryshuar në sjellje dhe në kushtet reale. Në ndikimin më të madh që disa gjëra që janë lënë përgjysmë rregullohen në fushën ekonomike, do keni mundësi, do keni kohë. Këshilla ime për demin është në dashuri mos kërkoni përsosmëri, por vazhdimsi dhe sinqeritet. Në krijimtari mos e mbani talentin vetëm si dëshirë, organizojeni, përmirësojeni dhe jepni formën e duhur për gjërat që kërkohen, për gjërat që dëshironi, për gjërat që juve doni ta arrini mbi atë që juve jeni dhe kërkoni gjërat të jenë në favorin tuaj. Dashuria e munguar për juve të shenjës së demit është një nga ndryshimet më të mëdha, që do të thotë ndikimi që është me peshk dhe me
gafore të dhjetëdhjetit të tretë. Po shikoni një shenjë toke që ka dy ndikime shumë të mira me shenjat e ujit, por janë dhe solidarë. Ata mund të grinden, mund të heqin ambasadat i vend prap, por për juve është koha dhe perceptimi i diçkaje shumë të madhe që lidhet me punën aktuale, lidhet dhe me ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe shumë reale që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët tani në këtë periudhë kanë disa gjëra që e lidhin me punën aktuale, lidhin me ndryshimin e madh në anën e tyre, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky momenti më i artë që mund të ishte ndonjëherë, kur kemi të bëjmë me ndikime të mëdha, kemi të bëjmë me vendime që mund të mos jetë ajo çka pritet, por është ajo çka neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Por gjithashtu, nuk ka vend për të shqetësuar në lidhje me takimet e punës, në lidhje me mënyrën se si gjërat vinë. Por, keni kujdes, mos u nxitoni në vendime që juve do të keni, sepse nëse keni pasur kohën tuaj dhe tani për tani doni që t'i rregulloni gjërat në një farë mënyre me punën aktuale, atëhere do të thotë që ka një kuptim mes asaj që është realizueshëm dhe mes asaj që është perfekte mbi takimet e punës dhe mbi ndryshimet e mëdha që vinë. Mundësitë që janë tani, mundësitë janë të arta. Periudha është ajo çka juve keni dhe momenti është dituria, vazhdimësia dhe koha e duhur për stabilizim. Në çështjet që lidhen me anën e punës dhe 10 ditësh të parë, sepse një bisedë familjare që mund të rregullojë atë që është shtyrë prej kohësh. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi. Dhe për binjakët, Mërkuri në Virgjesh aktivizon shtëpinë, familjen, pronën, vendbanimin, çështjet që lidhen me të kaluarën. Por gjithashtu të 30 ditë që kanë një mundësi shumë të artë në këtë aspekt, edhe pse me disa probleme të vogla që kanë pasur, por janë mjaft pozitive. Mund të ketë shumë diskutime në mënyrën që të organizohen në lidhje me shtëpinë. Por gjithashtu ka diçka mjaft pozitive. Keni kujdes dhe vini re, vini veshi. Disa gjërave mund të mos jenë ato çka presni ose ato çka juve kërkoni, sepse gjithmonë juve i vërtet jeni i hapar se çfarë ndodh. Por keni marrjen e vendimit, keni marrjen e kohës së duhur për stabilizim, për ndryshim, për periudhën që juve keni. Dhe në anën tjetër, do të thotë që nuk diskutohet në lidhje me punën, sepse keni të bëni shumë në këtë aspekt, lidhet shumë me familjen, sepse disa sqarime që keni, por gjithashtu do keni pa kujdes mos mund nxitoni në vendime, sepse disa vendime mund të jenë ndryshe dhe ju e kuptoni ndryshe dhe kjo bën që ndryshe mendoj, ndryshe gjykoj, por gjithsesi bëni pa kujdes, sidomos të 10 ditësh të parë, se 10 ditësh të parë në lidhje me familjen mirë është të shmangni disa çështje që duhen korrigjuar, çdo fjalë që thot një person, dëgjoni mesazhin kryesor dhe jo vetëm mënyrën se si shprehni. Mund të vendosni edhe rregulla më të qarta mbi përditshmërinë tuaj, sepse ndonjëherë miqtë mi të dashur neve gabojmë dashje pa dashje, nuk është puna sepse neve e themi diçka më të madhe dhe nga ana tjetër neve ndryshe gjykojmë, ndryshe e rregullojmë, por gjithsesi kjo është një nga periudhat më të mira, unë do ta thosha këtë, sepse edhe pse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë edhe me ndryshimet, por gjithsesi kjo është periudha dhe koha më e artë e mundshme që ndonjëherë. Në fushën e dashurisë apo punës ka të bëjnë shumë gjëra që lidhen. Por këshilla për binjakët është, do të thotë që vendos rregull në shtëpi dhe në komunikimin familjar. Mos mbani vetëm përgjegjësitë dhe mos prisni që të tjerët të kuptojnë pa u shpjeguar. Qartësia krijon qetësi. Është ana dhe pozicionimi i planetave për të gjitha shenjat që ndikojnë. Po të vini re, miqtë mi të dashur, dhe keni kuptuar, sepse kur përfundoni diçka, ose ju duket sekret, duke mbajtur gjithmonë, mërziteni shumë, periudha nuk vjen aty ku duhet sepse keni mundësinë tuaj, por kjo është tani momenti më i artë për të rregulluar, sistemuar në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft konkurruese dhe shumë me dëshirë më të madhe që ka të bëjë në ekonomi dhe në punë, që do thotë gaforja.
Përsa i përket gaforeve, gaforet duket se çdo gjë mund të ndodhi, çdo gjë mund të realizohet, por sa është koha dhe perceptimi mbi atë që juve kërkoni të realizoni. Megjithatë, është një moment shumë ndikues, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe mbi arsyen edhe punën, karrierën që ndodhin gjërat ose momentin që juve keni, por megjithatë bëni gati për disa gjëra shumë të rëndësishme që juve keni për punën tuaj, sepse gaforja do të thotë që komunikimi bëhet më i saktë dhe një vendim kërkon informacion të plotë. Për gaforet Mërkuri në Virgjëresh aktivizon komunikimin, dokumentat, studimet, udhëtimin e shkurtra, marrëdhëniet me njerëzit afërt. Mund keni shumë telefonata, takime dhe çështje që duhet të zgjidhni brenda një kohe të kufizuar. Organizimi do t'ju ndihmojë të mos mbigarkoheni. Në dokumente dhe marrëveshje duhet të kontrolloni hollësitë. Një datë shumë e mirë ose një diçka që mund të jetë është brenda kësaj ky harko kohor 15 ditë i parë do ndikohet shumë në këtë drejtim. Në marrëdhënie me disa pasojë të paluajtshme është koha më e mirë dhe shumë pozitive në vazhdimsi. 10 ditë që i parë. Për juve ritmi i komunikimit që mund të rritet më njëherë dhe mund të ketë shumë mesazhe, detyrime, ndryshime shumë të mëdha që mund të ketë. Por në anën tjetër, din shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. 10 ditë që i dytë do të ketë disa dokumenta që lidhen me jashtë, do të ketë shumë kujdes nga disa keq informacione, keq informim dhe juve mund të merrni të paguani gjobën e tjetrit gabimisht, pra ne keni kujdes sepse historira ka plot. Kjo do të thotë një studim i bërë kohët e fundit për sa i përket çështjeve madhore që lidhen me punën aktuale ose mes dy personave që kanë një ndikim shumë të madh ose një ruajtje një sekreti kur pjesa tjetër nuk e ruan fare dhe juve jeni të ekspozuar mbi diçka që juve keni thënë me të drejtën tuaj, por prap juve nuk humbisni. Mbani qetësinë dhe do të dilni të fituar në fund. 10 ditë që dy gjithashtu ka dhe ndikime të tjera që do lidhet me punën aktuale, do lidhet dhe me ndryshimet të mëdha që vijnë. Në çështjet që lidhen me udhëtimet është kohë e përshtatshme. Kurse 10 ditë që tretë për juve Mërkuri në Virgjëresh mund të sjellë një vendim për një dokumenti që prisnit. E merrni. Mund të duhet të veproni brenda një afati dhe të organizoni disa hapa njëkohësisht. Mos nënshkruani pa lexuar dhe mos lejoni që presoni të pranoni kushtet që nuk e kuptoni. Unë ua them bëni si doni. Vetëm këtu do t'i dëgjoni këto gjëra. Dhe unë ua them të madhe. Shikoni gërmat e imta, se atje flesh shejtani. Duan t'ju hedhin për pa parë ta firmosësh total, se nuk ka problem, të firmosëse. Por aty keni firmosur problemin tuaj, gjobën tuaj. Një marrëdhënie që mund të kërkojë bisedime përfundimtare, keni kujdes sepse çfarë mund të ndikohen këtu është puna, është ndryshimi i punës. Këshilla ime për gaforet është: kontrolloni informacionin, mos reagoni ndaj supozimeve dhe mos mbani çdo detyrë që nuk është e juaja ta mbani juve. Organizoni komunikimin dhe kërkoni qartësi, përparësi dhe ndikim atë që do të merrni vendimin tuaj. Ku ndikoheni? Çfarë do të bëni? Sepse ndikimet që bëhen ngadonjëherë, unë e them fjalën ndikim, sepse në diçka që më ka thënë X e Y që aty është mirë dhe unë ndikohem nga kjo gjë dhe nuk i anashkaloj disa çështje të tjera që janë shumë të rëndësishme për nismën në një punë të re ose të firmosë një dokument, dhe atëherë mendja ime duke fjetë gjumë. Unë nuk e shikoj të drejtën atë çka është atje dhe e firmoj se kam të domosdoshme, por në anën tjetër jo domosdoshme, po paguan 5 fish, punon për tjetrin, 1 vit e 2 vjet. Ktu keni kujdes, mos u nxitoni. Dashuria e munguar për gaforet do thot me gafore dhe me akrep të diçka të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e luanit. Për sa i përket luanëve, do thot parat dhe vlera e punës suaj kërkojnë biseda më konkrete. Për luanin, Mërkuri në Virgjëresh aktivizon financat, ardhurat, shpenzimet, talentet dhe mënyrën si vlerësoni veten. Mund të mendoni më seriozisht për një negociat, për diçka shumë të rëndësishme dhe për të krijuar shumë siguri. Në financa mund të kontrolloni buxhetin dhe të shihni ku humbisni para dhe shpenzimet vogla. Mund të ketë edhe dokumenta ose pagesa që kërkojnë sqarim. Duhet të shmangni lidhjet dhe vlerësimin vetëm në të ardhurat. Por njëkohësisht nuk duhet të pranoni vazhdimisht më pak nga sa meritoni.
10 ditë i parë, për juve mund të hapet me njëherë një bisedë për pagesë, shpenzime ose përgjegjësi financiare. Mos e shmangni temën, përgatitni shifrat dhe flisni qartë. Nëse kërkoni rritje page ose ndryshim tarife, tregoni rezultatet dhe vlerën që krijoni. Mos mbështetni vetëm tek bindjet se punoni shumë. Mund të kuptoni se një shpenzim i vogël dhe i përsëritur mund të ndikojë në buxhetin më shumë nga sa mendoni. Një aftësi mund të fillojë të sjellë të ardhura shtesë nëse i jepni formë praktike. 10 ditë i dytë, për juve mund të bëhet më i qartë lidhja mes vetvlerësimit dhe mënyrës si negocioni. Juve që jeni në diasporë, keni marrë një ekspuls dhe në pamundësi të vazhdoni më tej, pa pasur, dhe tu është zgjuarësia më e madhe, se pa pasur asnjë ndihmë, mund të kërkoni ndihmë, të trokisni, sepse aty është krenaria juaj, aty është e vërteta juaj, sepse të tjerët janë ndjekur dhe juve paguani faturën. Pra, digjet i njohmi me thatin. Por gjithashtu, ka diçka shumë të madhe. Ka probleme nga më të ndryshmet. Kini kujdes. Sepse mund të jetë nevojshme të rishikoni ose doni të bëni një blerje, investim, kontrolloni nëse ka vlera fatgjatë. Kurse 10 ditë i tretë, për juve Mërkuri në Vërgjeresh mund të sjellë riorganizim më të thellë ekonomik. Mund të kuptoni se duhet të zhvilloni një burim tjetër të ardhurash, ose të përmirësoni një aftësi. Mos prishni rezultatet të menjëhershme. Filloni me plan, trajnim dhe hapa të vegjël. Një pagesë ose detyrim i vjetër mund të kërkojë sqarim. Mbani gjithçka të dokumentuar. Këshilla për Luanin është flisni qartë për paratë dhe vlerën e punës suaj. Organizoni buxhetin, mos shpenzoni nga krenaria dhe mos nënvlerësoni një talent që mund të bëhet burim sigurie. Në lidhje me dashurinë e vërtet, do thot Luan shigjetar, Luan dem, Luan dem është aja dhe zheja, sepse ka diçka shumë të madhe mbi atë çka krijohet dhe mbi atë çka rregullohet. Për ju që jeni në diasporë, 15 ditë i dytë fillojnë ndikimi nga tani e tutje, ku është koha më mirë e mundshme për të stabilizuar, rregulluar çështjet ekonomiko-financiare. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, shkojmë tek ndryshimi, shkojmë tek vendimi, shkojmë tek tema e ditës së sotme, që do të thotë shenja e Virgjëreshës. Përsa përket Virgjëreshës, Virgjëresha duket se tani për tani është në gjendje të përgjigjet shumë kërkesave, sepse Mërkuri në këtë shenjë, në shtëpinë e vet, bëhet më i fuqishëm, por duhet të shmangni analizët pafund. Për Virgjëreshën, Mërkuri zhvendoset në shenjën tuaj dhe ju jep më shumë qartësi për qëndrim dhe aftësi për të shprehur atë që mendoni. Mund të keni nevojë të merrni vendime për punën, shëndetin, marrëdhëniet dhe drejtimin personal. Mund të organizoni më mirë planet dhe të kuptoni se cilat hollësi duhet të korrigjohen. Por duhet të shmangni prirjen për të analizuar gjithçka deri në pikën ku humni spontanitetin dhe vetbesimin. Jo çdo gabim tregon se plani është i gabuar. Në komunikim mund të bëhen më të drejtë për së drejti. Kujdes që kritika të mos bëhet më e fortë se mesazhi që dëshironi të përcjellni. 10 ditë që i parë, ju e ndjeni me njëherë rritjen e qartësisë mendore. Mund të merrni vendime, të filloni një plan ose të hapni biseda që i kishit shtyrë. Kjo është periudhë e mirë për dokumente, aplikime, intervista dhe prezantime, sepse mund të shprehni më qartë aftësitë dhe qëllimet. Megjithatë, mos u përpiqni të parashikoni çdo pyetje, sepse edhe çdo problem ka zgjidhjen e vet brenda. Përgatituni mirë, por lini vend vetes, sepse reagimet janë të shumta. Në marrëdhënie të shprehni nevojat pa i paraqitur si listë gabimesh, sepse këtu është e gjithë historia, sepse gabimet e personit tjetër nuk mund t'i merrni juve. 10 ditë i dytë, për ju mendja mund të përqendrohet më shumë te një vendim profesional ose personal.
Mund të keni disa alternativa dhe të kërkoni të gjeni zgjidhje perfekte. Shikoni që cila mundësi është më praktike dhe më qëndrueshme. Cila është pas një rrezik, sepse një mundësi e tillë mund të mos ekzistojë. Në punë mund të prezantoni ide të organizoni ekip ose të merrni përgjegjësi për një shoqe që kërkon saktësi. Në dashuri mos analizoni çdo mesazh. Shikoni sjelljen në vazhdimsi. Dhjetëdiçi i tretë, për ju Mërkuri në shenjën tuaj, mund sjell një përfundim, vendim ose sqarim që ka rëndësi afatgjatë. Mund të kuptoni se një plan duhet të ndryshojë ose një bisedë nuk mund të shtyhet më. Përdorni këtë periudhë për të përfunduar dokumentet, për të organizuar hapa dhe për të mos lënë gjërat në paqartësi. Por mos përdorni logjikën për të shmangur emocionet. Në një marrëdhënie duhet të thoni jo vetëm çfarë mendoni, por edhe çfarë ndjeni. Dhe këshilla ime për Virgjëreshën është: përdorni fuqinë, mendjen për të krijuar qartësi dhe jo presion. Organizoni, vendosni dhe komunikoni, por mos prisni të kontrolloni çdo rezultat. Vendimi i mirë nuk është gjithmonë vendim perfekt. Kuptojeni. Ata që kanë bërë një blerje dhjetëdiçi i tretë sidomos, le ta bëjnë tani, nga data 25 gusht deri në datën 13 shtator, ku një nga mundësitë dhe koha që ka të bëjnë dhe me ekonominë, por ka të bëjnë edhe me vazhdimsinë, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe mjaft vendimarrëse për kohën që kërkohet dhe për vendimin që do të merrni. Lidhje me dashurinë në Virgjëreshat kanë bënë shumë me peshk, me binjak dhe me shigjetarët e dhjetëdiçit parë. Me shigjetarët e dhjetëdiçit parë gjëna me kanë mirë këta se e nisin diçka dhe e bëtisin shumë kollaj. Këto është kërkesa dhe mundësia mjaft e artë për gjërat që do të bëj dhe të realizoj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri, tek një shenjë që reputacioni është në kulm. Mundësitë janë më të mirat, që do të thotë peshorja. Për një peshorja të dashura do të thotë mendimet e fshehura dhe e kaluara kërkojnë qetësi dhe sqarim. Erdhi koha dhe momenti juaj. Por ju që jeni në diasporë të shenjës së peshores, me Mërkurin në Virgjëresh, ku aktivizon shumë gjëra dhe ju jep përparësi dokumentacioneve. Dhe kjo do të thotë një diçka shumë e madhe dhe shumë pozitive për juve. Sepse keni marrë një negativitet në lidhje me dokumentat, por ka rikthim. Keni pasur probleme me punën tuaj me punëdhënësin, do merr gjenet zgjidhja. Ja pra sa të mira sjell Mërkuri në Virgjëresh për juve shenjës së peshores. Për gjitha shenjës sjell, po të kuptojmë thelbin e çështjes. Mund të mendoni më shumë për një situatë që nuk është mbyllur emocionalisht. Mund të rikthehen kujtime, biseda ose pyetje që kërkojnë përgjigje. Në punë mund të përgatiteni një plan në heshtje ose të zbuloni informacion që ende nuk duhet bërë publik. Edhe një herë, në punë mund të përgatitni një plan në heshtje ose të zbuloni informacione që ende nuk duhet bërë publik. Unë çfarë them gjithmonë? Mos u ekspozoni. Do më kujtoni shumë gjëra juve, të paktën për ata që më kujtojnë dhe ata që më ndjekin në çdo hap, në çdo televizion, në çdo dritare që unë dal, dhe i kanë bërë realitet dhe kanë kuptuar dhe vetë sa përpara janë dhe pse ndodh kjo. E shumë gjëra të tjera sekrete të astrologjisë dhe të historisë. Ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet, në lidhje me vendimet, sepse mendja mund të lodhet nga analizat dhe shqetësimet. Duhet të krijojmë më shumë hapësirë për pushime dhe mos kërkojmë përgjegjësi në çdo moment. Kemi dhjetëdiçin e parë. Po çfarë ndodh me dhjetëdiçin e parë? Sepse dhjetëdiçi i parë ka një ndikim shumë të madh. Ka një ndikim shumë pozitiv, shumë real dhe duke pasur parasysh ndryshimet. Dhe ndikimet më të mëdha do të thotë punë, karrierë dhe vazhdimsi. Në punë ruani konfidencialitetin dhe mos reagoni ndaj thashathemeve. Se është shumë problem, e kam thënë gjithmonë. Thashathemet atë ngelen, këtej të futen, këtej dalin, mos i merrni të përbas. Mendja mund të jetë shumë aktive gjatë gjithë kohës. Kufizoni informacione dhe telefonin përpara se nisni diçka, lërini telefonin në sirtar.
mundësisht jo në dhomën e gjumit fare, sepse është më mirë atje. Për shumë arsye dhe shumë gjëra, sepse jeta, qetësia dhe realiteti shklodhja kërkon paqen. Dhe me këto që kemi brenda, zorse keni paqen. Vjeriçi i tretë do të thotë ndikime, vendime, qartësi dhe dokumentacione. Një çështje ligjore do shtyhet, sepse një sekret ose informacion që mundet që tani bëhet më i qartë, por juve nuk do reagoni. Verifikoni faktet dhe mendoni se çfarë është e dobishme të thuhet. Sepse një pushim çështje ose shtyrje për juve është fitore. Këshilla për sa përket peshorës për mua nga unë është mos kërkoni pafund shpjegime për diçka që sjell një person që ka bërë tash të qartë. Mbroni qetësinë, përgatitni hapat e ardhshëm dhe mos ndani çdo mendim përpara se të jeni të sigurt. Sepse shumë fritet, shumë krenohemi dhe kjo krenari ndonjëherë na bën që të ndihemi shumë të problematik atë që kemi dhe bëjmë. Dashuria, duket se me ujor dhe me luan është perfektja dhe ndryshimi më i madh që vjen. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e akrepit. Për sa i përket shenjës së akrepëve, akrepët duket se tani në këtë periudhë kanë diçka që mund të ndryshojnë shumë gjëra në jetën e tyre, por mërziten shumë, sepse miqësitë dhe planet për të ardhmen kërkojnë njerëzit e duhur. Për akrepin Mërkuri në Virgjëresh aktivizon miqësitë, grupet dhe planet afatgjat. Mund të diskutoni me një projekt, të bashkoheni me një grup ose të jeni njerëz që kanë aftësi të dobishme për një synim tuaj. Në miqësi mund të shihni më qartë cilët njerëz janë të pranishëm dhe cilët flasin vetëm kur ka nevojë për diçka. Në bashkëpunime duhet të përcaktoni detyrat afatgjat dhe afatet në mënyrë se si do të ndahen rezultatet. Sepse lidhet shumë me dhjetëdhjetën e parë për shembull. Një kontakt i ri që mund të bëhet i rëndësishëm për një plan, një projekt, një punë të re. Në lëvizje nga një shtet do shkon në një shtet tjetër, të dhjetëdhjetën e tretë. Dhjetëdhjetën e parë ka ndikim shumë të mirë në punën dhe ndryshim ekonomie, sepse me një shitje që do bëjnë janë shumë përpara për që në këtë kohë. Dhjetëdhjetën e tretë, për dhjetëdhjetën e tretë mund të flasim shumë, por për dhjetëdhjetën e tretë Mërkuri në Virgjëresh ndihmon jashtëmase për zgjidhje të konflikteve, të problemeve dhe të gjërave që ata kanë. Kujdes. Zgjidhni njerëzit që punojnë, jo vetëm njerëz që premtojnë. Formalizoni bashkëpunimet, komunikoni qartë dhe mos mbani një miqësi vetëm nga zakoni, kur nuk ka më respekt të ndërsjellët. Pra, unë ju them, kush kuptoj, e kuptoj, kush verifikoj, e rregulloj. Dashuria, duket se lidhjet akrep-dem, akrep-luan, akrep-pesh njerëz, sidomos është diçka që futet dhe nuk del më. Shkon deri në altar dhe deri në jetën e përtejme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndikuese, rrezatuese, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Karriera kërkon fjalë të matura dhe rezultate të dokumentuara. Që do të thotë, do shikohet fija e flokut në dritë hanës. Por themi nga ndonjëherë kërkon gjilpëra në kasht, gjilpëra është kaq e zmadhuar që s'ka nevojë për mikroskop edhe lupë, po e shikon me sy të lirë. Por shigjetarët Mërkuri në Virgjëresh aktivizon karrierën, reputacionin, drejtuesi dhe qëllime profesionale. Mund të ketë më shumë takime, prezantime, dokumenta dhe biseda për drejtimin e punës. Duhet të tregoni se mund të ktheni idenë në plan praktik. Një drejtues mund të kërkojë hollësi, prova ose raportim më të saktë. Mos e shihni si kufizim.
mund të jetë një mundësi për të treguar seriozitet. Në komunikimin profesional, shmangni premtimet e mëdha, pa plan dhe mos përgjini me nxitim ndaj kritikës. Dhjetëdiçi i parë, për ju mund të ketë takime, intervista ose prezantime që kërkojnë përgatitje të mirë. Mos u mbështetni vetëm në aftësitë për të improvizuar. Mblidheni të dhënat, kontrolloni dokumentat dhe siguroni se mund të përgjigjeni pyetjeve praktike, sepse do t'ju duhet për juve që jeni jashtë të merrni dokument me vlerë shumë të madhe. Një drejtues mund të korrigjojë një pjesë të punës. Dëgjoni çfarë është e dobishme dhe mos i merrni çdo dokument si sulm personal. Dhjetëdiçi i dytë, për juve të dhjetëdiçi i dytë, miqtë të shenjës së shigjetarit, do të thotë që një bisedë profesionale mund të bëhet më serioze, mund të diskutohet një rol, përgjegjësi ose ndryshim të drejtimit të punës. Mos pranoni pa ditur detyrat, orarin dhe pagesën. Një titull i mirë nuk mjafton nëse kushtet nuk janë të qarta. Në një projekt mund të duhet të korrigjoni hollësi përpara se të prezantohet. Mos e shihni si vonesë, por si mbrojtje të reputacionit. Është më mirë të vonoj diçka, të sigurohem se sa ta nxjerr sa më shpejt edhe të mos jetë ajo e vërteta që unë kërkoj. Dhjetëdiçi i tretë, për juve Mërkuri në Virgjëresh mund sjell vendime profesionale ose përgjigjet që keni pritur. Mund të jetë e nevojshme të negocioni, të përditësoni dokumente ose të shpjegoni pse një mënyrë pune duhet të ndryshojë. Flisni me fakte dhe mos përdorni ton të fortë vetëm për të treguar siguri. Qartësi do të jetë më bindëse se entuziazmi, pra qartësia. Për shigjetarët, këshilla ime është përgatituni mirë, përgatitni dokumentacionin se rezultatet dhe mos premtoni më shumë nga sa mund të realizoni. Një fjalë e matur dhe një plan konkret mund t'ju hapin një derë profesionale dhe madje të ato që keni ndëruar prej kohësh ta bëni realitet. Dashuria duket se keni të gjitha mundësitë mbi zhvillimet, mbi ndryshimet, mbi favorizimet që vijnë, ku është koha juaj dhe është momenti final për sa i përket peshqeve dhe virgjëreshës të dhjetëdiçit parë, ku është një nga momentet më të arta për të zgjidhur çështjet që juve keni dhe çështjet që ka të bëjnë me anën tuaj, pozicionin planetar dhe favorizimet që vijnë drejt jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke që e ka emrin Britsjapi. Një plan afatgjatë kërkon dokumenta, dije dhe organizim. Për Britsjapin, Mërkuri në Virgjëresh aktivizon studimet, udhëtimet, çështjet ligjore, dokumentat dhe kontaktet me jashtë vendit. Jeni në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë. Po të kuptonit, miqtë të dashur, se ku ndodheni, në çfarë stad jeni, atëherë do shikoni që vërtet ja vlen, që ja keni bërë, jo vetëm se e keni përfunduar atë që kërkoni, po të tretë nuk e di, dhe është anë e mirë, kur themi ja keni bërë zmetin. Kësaj gjëra që është mjaft pozitive. Kur kemi të bëjmë shumë udhëtime dhe çështje ligjore, dokumente dhe kontaktet, do të thotë kërkoni informacion për një trajnim, aplikim, bashkëpunim, zgjeroni horizontin profesional, sepse aty ku do të shkoni, ju duhet shumë informacione. Merrni nga tani. Kjo periudhë favorizon planifikimin, por duhet kontrolloni rregullat që ju vijnë, mundësitë që juve keni dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në komunikim mund të shprehni më qartë idetë të organizimit tuaj. Dhjetëdiçi i parë, për juve mund të vijë informacioni për udhëtime, studime, dokumenta. Kontrolli me njëhershëm dhe kërkon të gjërave të mëdha, sepse pjesa më e madhe e punës dhe e karrierës është tani. Çështje ligjore, ruani një kopje të çdo dokumenti dhe kërkoni sqarim për çdo term që nuk e kuptoni. Do më kujtoni për gjitha shenjat është kjo. Shfrytëzojeni në maksimum Mërkuri në Virgjëresh. Shikoni me lupë atë që nuk e kuptoni, sepse ky ndikim planetar ka një hapësirë dhe një kohë gjatë që do qëndroj mbi atë çka duam të bëjmë. Nuk është çështja 40 ditë, 60 ditë sa qëndron planeti nga një shenjë tjetër ku di unë. Se nuk ka kufizim, domethënë. Por mund të jetë 45 ditë,
mund të jetë 30 ditë, mund të jetë 7 ditë, mund të jetë 70 ditë. Rëndësi ka që çdo ditë, çdo orë të shfrytëzohet ashtu siç duhet. Atëherë jeni aty ku doni dhe keni marrë gjithçka kërkoni. Dhjetëdiqi i tretë duket se ka diçka shumë të madhe mbi ato çka kërkon, sepse dhjetëdiqi i parë dhe i dytë janë mjaft favorizuar në lidhje me ndryshimet, por dhjetëdiqi i tretë do të ketë pak kujdes në lidhje me disa çështje që do të keni, mund të kuptoni se një bindje ose një metodë vjetër duhet të ndryshojë. Mos refuzoni informacionin e ri vetëm sepse ju detyron të rishikoni planin. Kujdes. Një projekt mund të ketë nevojë për ekspertizë, kërkoni ndihmë profesionale kur është e nevojshme. Këshilla ime për Bricapin është planifikoni larg, por kontrolloni çdo hap. Dokumentet, njohuritë dhe afatet janë po aq të rëndësishme sa vetë qëllimi. Përgatitja e mirë do t'ju kursejë kohë dhe largon problemet. Dashuria për Bricapët, meqenëse Bricapët janë pak a shumë në këmbë tokë dhe zor se bien në gratë këndëthonjza të dashurisë së munguar, sidomos me gafore, me peshore dhe me dash. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që supozon, rezulton, rregullon. Që këta janë ujorët. Ujori do të thotë financa të përbashkëta dhe besimi kërkojnë biseda pa qartësi. Dhe kjo do të thotë, për ujorin Mërkuri në Vjedhjesh aktivizon para të përbashkëta, borxhet, kredit, sigurimet dhe besimin. Mund të duhet të diskutoni me partnerin ose familjen për shpenzimet, përgjegjësi dhe detyrimet që nuk mund të mbeten më të paqartë. Në dokumentet financiare do të kontrolloni shumat, afatet dhe kushtet. Mos pranoni marrëveshje vetëm sepse i besoni personit. Ajo që unë them nga hera. Në nivel emocional mund të dëshironi të kuptoni më thellë motivet e një personi. Kujdes në kërkimet e qartësi, mos bëni kontroll të vazhdueshëm sepse nga hera ndikoheni shumë dhe i vjen disa gjëra që nuk janë aty ku duhet. Kujdes nga paqartësitë. Dhjetëdiqi i parë është ndikues dhe rrezatues për ato çka do të bëjnë në fushën e punës dhe të karrierës, në dashuri do pa kujdes. Mblidhni dokumenta dhe shihni çfarë është realisht e përballueshme. Nëse duhet të krijoni një plan pagese, bëheni me afat konkret, është më mirë për juve. Dhjetëdiqi i dytë, për çështjet e besimit që mund të bëhet më të thella. Kuptoni marrëveshjet financiare ose emocionale nuk janë të barabarta, mos i hyni, sepse emocioni me pagesat ka diçka shumë të madhe këtu. Kujdes. Se transparenca bën punën e vet. Dhjetëdiqi i tretë, Mërkuri në Vjedhjesh mund të sjellë zgjidhje ose ristrukturim të një detyrimi të vjetër. Mund të bëhet biseda për trashëgimi prone, kredi ose ndarje financiare. Mos i ktheni në konflikt emocional, mbani shifrat dhe marrëveshjet të ndara nga përkëndësitë personale, sepse është diçka shumë e madhe për gjërat që do bëni, mund të ketë me dikë një problem, por nuk do ta lidhni kurrë me punën tuaj, sepse aty është problemi më i madh dhe aty prishen disa gjëra që nuk është në të mirën tonë. Prandaj kërkohet vëmendje dhe korrektësi. Këshilla ime për ujorin është mos lini as para dhe as ndjenja në paqartësi. Kërkoni fakte, dokumenta, përgjegjësi të ndara drejt. Besimi forcohet kur secili e di qartë rolin dhe kufit e tij. Aty është baza, është ajo çka kemi. Shkojmë tek një shenjë tjetër, por para se të shkoj te shenja tjetër, flas për ujorin për dashurinë. Kujdes me dëm dhe peshor që jeni ndar. Bashkohuni sa s'është vonë dhe kërkoni miqëri edhe s'keni për ta gjetur. Shkojmë tek peshqit. Çfarë ndodh me peshqit? Marrëdhëniet kërkojnë komunikim, praktik dhe përgjigje të qartë. Sepse në bashkëpunime profesionale duhet të përcaktoni rolet, afatet dhe mënyrën e pagesës. Mos supozoni as mirëkuptim, as ndryshim dhe gjëra që vijnë ngadonjëherë për një mënyrë apo për tjetrën. Por është koha, është ajo që stabilizoj, rregulloj dhe forcoj. Mundësitë janë të mëdha. Ndryshimi është ai që bën të ndiheni superior, të ndiheni mirë me punën dhe karrierën. Mund të ndiheni mjaft të ndryshe nga ç'mendoni. Diçka shumë e madhe po ndodh, por juve mund të
hapet me njëherë një bisedë e rëndësishme për punë, lidhje me anën ekonomike dhe favorizime që kanë bëjnë tani tutje. Pra ata që janë vetëm mund të kenë një njohje përmes punës, dhe kjo shkon në martesë. 10 ditë që i tretë, për ju e Mërkuri në Vjersh mund të sjellë sqarime përfundimtare në marrëdhënie ose bashkëpunime. Disa kontrata kanë peshit të 30 ditëve, ku do nisin diçka shumë të madhe dhe ofrojnë jo vetëm sepse në lidhje me punën ekonominë do të stabilizohen, por udhëtimi që kanë me jashtë është koha më e mirë. E përgjithshmja që të kuptojmë në lidhje me dhe për peshit por gjithë shenjat kanë të bëjnë me dokumentat me jashtë. Zgjidhen pikërisht. Dhe titulli i kësaj teme kaq të rëndësishme me Mërkurin në Virgjesh do të thotë fitime të mëdha mbi dokumentacionet për juve që jeni në diasporë. Kjo është qartësia juaj. Për sa i përket këshilla për peshit, është flisni qartë dhe mos kërkoni që tjetrit të lexojë mendimet e tuaja. Dashuria dhe bashkëpunimi ka nevojë për ndjeshmëri, por edhe për përgjegjësi, marrëveshje dhe veprime konkrete. Dashuria për peshit do të thotë me shigjetarët e dishit tret bëhuni gati, me gaforre dhe me akrep dhe dishit të dytë. Këto ishin pak a shumë temat më të rëndësishme që kemi pasur ndonjëherë. Por nëse dëshironi me Mërkurin në Virgjesh, çfarë sjell tek juve që jeni në diasporë për i dokument, për ju që jeni ndarë, si mund të bashkoheni? Jo me çështje magjike, jo. Me ndikime planetare dhe ku janë ndikimi më i madh. Në kohën që jeni lidhur, jeni dashuruar, stabilizuar, jeni shkëputur dhe kërkoni prapë të rilidheni. Si mund të bëhet kjo? Në këto 3 harta kryesore, shpjegimi i tyre atëherë nxjerr përfundimin për atë që juve kërkoni. Si mund ta bëni? Astrologu.al. Faqaro shkoni atje. Atje ndodhet sekretaria dhe aty pastaj gjithçka e shikoni atje dhe jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë përgjigjen tuaj nëpërmjet emailit, flasim në WhatsApp dhe në Viber. Ka njërë pulla.